nuk ka prova për të mbështetur këtë fakt të pretenduar që zoti Veseli të ketë qenë në kontakt të përhershëm me shtabin e përgjithshëm kur ndodhi jashtë shtetit. Kjo është një temë fatale e argumenteve të ZPS-s. Numri urdhave të lëshuar nga jashtë shtetit, raporte që kanë të bëjnë me çështjet e inteligjencës, vendimet të marra, emrimet të bëra, veprimet të marra, përfshirë dhe veprime ushtarake të cilat nuk janë të paligjshme, apo ndonjë gjë që ka të bëjë me krimet e pretenduar të kësaj çështje, apo ndonjë gjë tjetër e ndërlidhur. Asnjë lista e asgjës vazhdon të ndërruar gjykatës. Gjykimi juaj do të jetë pjesë, do të zërë vetë në këtë histori dhe nuk do të harrohet. Pavarësisht se sa është përpjekur ZPS që t'ju bindë ju të ndëruar gjykatës që ta gjeni fajtor zotin Veseli me çdo kusht, ne e kundërshtojmë këtë me parimin ligjor dhe me shtetin ligjor e cila është në qendër të gjitha gjykatave ndërkombëtare. Kur nuk ka prova, apo kur provat janë të dobta, nuk mund të ketë edhe shpallje fajësie. Fatkeqësisht, prokuroria bën akrobaci në argumentet e saj në rastet kur nuk ka prova kundër klientit tim. Dhe është pikërisht kjo që në fakt të shqetëson te mase. Dhe kjo është në kundërshtim me traditat e krenare të gjykatet të shkuarës dhe të tanishmet. Mund ta imagjinoni se si ndihet klienti im në burg, plot ankth në një çështje e cila të mund të perceptohet se është vërtet vetëm se argumenti është vendosur këtë. Kritikat ndaj argumenteve të ZPS që kanë bërë këtu sot lidhur me zotin Veseli për asnjë çast nuk zvoglojnë vuajtjen e viktimave të Kosovës. Disa për të cilave janë në qendër të aktakuzës së kësaj çështje që shkatrimet dhe dhimbja shkaktuar në Kosovë gjatë luftës ka qenë e jashtëzakonshme, që është një fakt të shqetësues për të gjitha palët dhe të gjitha palët pajtohen me këtë. Koha nuk i shëron të gjitha plagët dhe kjo vlen për të gjitha konfliktet dhe pamundësia për të arritur drejtësinë vetëm e përkeqëson këtë dhimbje dhe këtë vuajtje. Dhe ky dështim bëhet më keq kur bëhet fjalë për mashtrim nga sistemi i drejtësisë. Viktimat, siç e tha zoti Loz, kanë nevojë për drejtësi e cila të bazuar në të vërtetën dhe në realitetin. Viktimat e dinë shumë mirë se padrejtësia më e keqe është drejtësia e pretenduar apo falso në synimin për të dhënë në fund pa ndëshkueshmërisë, që është domosdoshme, nuk është një opsion, duhet të mos sakrifikohet e vërteta, duhet të mbrohen të pafajshmit dhe gjykatat tona duhet të jenë gjykata me integritet. Pavarësisht nëse duhen 5 vite apo më gjatë për të arritur në përcaktimin e së vërtetës, siç ndodh këtë, ne duhet të ecim në drejtim të saj për të arritur në fund të këtij gjyqi, tani që e dim se cilat janë argumentet që përdor ZPS-ja. Më pas, koha që ka kaluar, sado që të ketë qenë e rëndë dhe vështirë, do të ishte me vlerë. Dhe të gjitha ajo bojë që është harxhuar në mira faqe të dosjeve përfundimtare, fondet që janë shpenzuar për këtë gjykatë, do të jenë me vlerë për viktimat dhe për të gjithë. Do të jenë me vlerë për Kosovën dhe për tërë popullatën e saj, pavarësisht e përkatësisë etnike.